Data 10 janar. Zanafilla, kapitulli 11. Por tërë toka fliste të njëjtën gjuhë dhe përdorte të njëjtat fjalë. Dhe ndodhi që ndërsa po zhvendoseshin nga lindja, ata gjetën një fushë në vendin e Shinarit dhe u vendosen atje. Dhe i thanë njëri tjetrit: "Eja të bëjmë tulla dhe t'i pjekim me zjarr." Dhe përdorën tulla në vend të gurve dhe bitum në vend të llaçit, dhe thanë: "Eja të ndërtojmë për vete një qytet dhe një kull, maja e së cilës të arrijë deri në qiell, dhe t'i bëjmë një emër vetes që të mos shpërndahemi mbi faqen e tërë dheut." Por Zoti zbriti për të parë qytetin dhe kullën që bijtë e njerëzve ishin duke ndërtuar. Dhe Zoti tha: "Ja, ata janë një popull i vetëm dhe kanë të gjithë të njëjtën gjuhë. Dhe kjo është ajo që ata filluan të bëjnë. Tani asgjë nuk ka për t'i penguar ata të përfundojnë atë që kanë ndërmend të bëjnë. Eja të zbresim pra atje poshtë dhe të ngatërrojmë gjuhën e tyre, në mënyrë që njëri të mos e kuptojë të folurën e tjetrit." Kështu, Zoti i shpërndau mbi faqen e tërë dheut dhe ata pushuan së ndërtuari qytetin. Prandaj këtij vendi ju dha emri i Babelit, sepse Zoti aty ngatërroi gjuhët e tërë dheut dhe i shpërndau mbi tërë faqen e dheut. Këta janë pasardhësit e Semit. Në moshën 100 vjeç, Semit i lindi Arpakshadi, pikërisht 2 vjet pas përmbytjes. Mbas lindjes së Arpakshadit, Semi jetoi 500 vjet dhe i lindën bij dhe bija. Arpakshadi jetoi 35 vjet dhe i lindi Shelahu. Mbas lindjes së Shelahut, Arpakshadi jetoi 403 vjet dhe i lindën bij dhe bija. Shelahu jetoi 30 vjet dhe i lindi Eberi. Mbas lindjes së Eberit, Shelahu jetoi 403 vjet dhe i lindën bij dhe bija. Eberi jetoi 34 vjet dhe lindi Pelegu. Mbas lindjes së Pelegut, Eberi jetoi 430 vjet dhe i lindën bij dhe bija. Pelegu jetoi 30 vjet dhe i lindi Reu. Mbas lindjes së Reut, Pelegu jetoi 209 vjet dhe i lindën bij dhe bija. Reu jetoi 32 vjet dhe i lindi Serugu. Mbas lindjes së Serugut, Reu jetoi 207 vjet dhe i lindën bij dhe bija. Serugu jetoi 30 vjet dhe i lindi Nahori. Mbas lindjes së Nahorit, Serugu jetoi 200 vjet dhe i lindën bij dhe bija. Nahori jetoi 29 vjet dhe i lindi Terahu. Mbas lindjes së Terahut, Nahori jetoi 119 vjet dhe i lindën bij dhe bija. Terahu jetoi 70 vjet dhe i lindi Abrami, Nahori dhe Harani. Këta janë pasardhësit e Terahut. Terahut i lindi Abrami, Nahori dhe Harani, dhe Haranit i lindi Loti. Harani vdiq në prani të Terahut babait të tij, në vendin e tij, në Ur të Kaldeasve. Dhe Abrahami dhe Nahori morën gra. Emri i gruas së Abramit ishte Sarai dhe emri i gruas së Nahorit ishte Milkah, e bija e Haranit, i jati i Milkahut dhe i jati i Iskahut. Por Sarai ishte shterp, nuk kishte fëmijë. Pastaj Terahu mori të birin Abram dhe Lotin, të birin e Haranit, domethënë djalin e të birit, dhe Sarain, nusën e tij, gruan e djalit të tij Abram, dhe dolen bashk nga Uri i Kaldeasve për të vajtur në vendin e Kanaanëve, por kur arritën në Haran, ata u vendosen aty. Terahu jetoi 205 vjet. Pastaj Terahu vdiq në Haran. Mateo, kapitulli 10. Dhe Jezusi i thirri të 12 dishepujt e tij pranë vetes, u dha pushtet t'i dëbojnë frymrat e ndyra dhe të shërojnë çdo sëmundje e çdo lëngat. Dhe emrat e 12 apostujve janë këta: i pari Simoni, i quajtur Pjetër, dhe Andrea, vëllai i tij; Jakobi i Zebedeut dhe Gjoni, vëllai i tij; Filipi dhe Bartolomeu; Thomai dhe Mateo, ta grambledhasi; Jakobi i Alfeut dhe Lebeu, i mbi quajtur Tade; Simon Kanaanasi
dhe Judi Iskarioti, ai që dhe e tradhtoi. Këta janë të 12 që Jezusi i dërgoi mbasi urdhëroi duke thënë: Mos shkoni ndër pagan dhe mos hyni në asnjë qytet të samaritanëve, por shkoni më tepër te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. Shkoni dhe predikoni duke thënë: Mbretëria e qiejve u ofrua. Shëroni të smurët, pastroni lebrozët, ngjallni të vdekurit, dëboni demonët, falas morët, falas jepni. Mos grumulloni ar, as argjend, as bakër në qesen tuaj, as trasta për ullë, as 2 palë tunika, as sandale, as shkop, sepse punëtori është i denjë për ushqimin e vet. Por në çfarëdo qytet ose fshat që të hyni, pyetni kush është i denjë në të dhe atje qëndroni derisa të niseni. Dhe kur të hyni në shtëpi, përshëndetni. Dhe nëse ajo shtëpi është e denjë, le të vi paqja juaj mbi të, por nëse nuk është e denjë, paqja juaj le të kthehet tek ju. Dhe nëse dikush nuk ju pret dhe nuk i dëgjon fjalët tuaja, duke dal nga ajo shtëpi ose nga ai qytet, shkundni pluhurin e këmbëve tuaja. Në të vërtetë po ju them se ditën e gjyqit për vendin e Sodomës dhe të Gomorës do të jetë më e lehtë se për atë qytet. Ja unë po ju dërgoj si dele në mes të uqërve. Jini pra të mençur si gjarprind dhe të pastër si pëllumbat, por ruhuni nga njerëzit, sepse do t'ju dorëzojnë si nedrave dhe do t'ju fshikullojnë në sinagogat e tyre. Dhe do t'ju çojnë përpara qeveritarëve dhe përpara mbretërve për shkakun tim si dëshmi për ta dhe paganët. Por kur t'ju dorëzojnë në duart të tyre, mos u shqetësoni si ose çfarë të flisni, sepse në atë orë do t'ju jepet çfarë duhet të thoni. Sepse nuk jeni ju ata që flasin, por fryma e Atit tuaj që flet në ju. Por vëllai do të dorëzoj vëlla në vdekje dhe Ati të birin, dhe bit do të çohen kundër prindërve dhe do t'i vrasin. Dhe të gjithë do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim. Por kush do të duroj deri në fund, ai do të shpëtohet. Por kur do t'ju përndjekin në një qytet, ikni në një qytet tjetër, sepse në të vërtetë ju them se nuk do të përfundoni së përshkruari qytetet e Izraelit derisa të vi Biri i Njeriut. Dishepulli nuk është mbi mësuesin, as shërbëtori mbi të Zotin. I mjafton dishepullit të bëhet si mësuesi i tij dhe shërbëtorit si i Zotit. Nëse zotërinë e shtëpisë e quajtën Belzebub, aq më tepër do t'i quajnë ashtu ata të shtëpisë së tij. Mos ja kini frikën pra se nuk ka gjë të mbuluar që të mos zbulohet dhe asgjë të fshehur që nuk do të njihet. Ato që ju them në errësirë e thoni në dritë, dhe ato që dëgjoni të thënë në vesh predikojeni mbi çatit. Dhe mos kini frikë nga ata që vrasin trupin, por nuk mund të vrasin shpirtin. Por kini frikë më tepër nga ai që mund t'ju humb edhe shpirtin, edhe trupin në ferr. A nuk shiten vallë 2 harabela për një aspër? Dhe megjithatë asnjë prej tyre nuk bie për tokë pa dashjen e Atit tuaj. Por të ju edhe të gjitha fijet e flokëve të kokës janë të numëruara. Mos kini frikë pra, ju vleni më tepër se shumë harabela. Prandaj kushdo që do të më rrëfej përpara njerëzve, edhe unë do ta rrëfej përpara Atit tim në qiej. Por kushdo që do të më mohoj përpara njerëzve, edhe unë do ta mohoj përpara Atit tim që është në qiej. Mos mendoni se erdha të sjell paqen mbi tokë. Nuk erdha të sjell paqen, por shpatën. Sepse erdha të ndajë njeriu nga Ati i tij. Dhe bien nga nëna e saj, dhe nusen nga vjehra e saj, dhe armiqtë e njeriu do të jenë ata të shtëpisë së tij. Ai që e do të Atin ose nënën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Dhe ai që e do birin ose bien më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Dhe ai që nuk e merr kryqin e vet dhe nuk vjen pas meje, nuk është i denjë për mua. Kush do të gjej jetën e vet, do ta humbas. Por kush do të humbas jetën e vet për shkakun tim, do ta gjej përsëri. Ai që ju pranon, më pranon mua, dhe ai që më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar. Ai që pranon një profet në emër të një profeti, do të marrë shpërblimin e një profeti. Dhe ai që pranon të drejtin në emër të drejtit, do të marrë shpërblimin e një të drejti. Dhe kushdo që i jep për të pirë qofte dhe vetëm një gotë ujë të ftohtë ndonjërit prej këtyre të vegjelve në emër të një dishepulli,
Në të vërtet ju them se nuk do të humb as pak shpërblimin e tij. Ezdra, kapitulli 10. Ndërsa Ezdra lutej dhe bënte këtë rrëfim, duke qarë dhe duke rënë përmbys përpara shtëpisë së Perëndisë, rreth tij u mblodh një mori e madhe nga Izraeli, burra, gra dhe fëmijë, dhe populli qante me të madhe. Atëherë Shekanjahu, biri i Jehielit, një nga bijtë e Elamit, filloi t'i thotë Ezdras: Ne kemi mëkatuar kundër Perëndisë tonë, duke u martuar me gra të huaja që i kemi marrë nga popujt e këtij vendi. Megjithë këtë, mbetet ende një shpresë për Izraelin. Prandaj të bëjmë një beslidhje me Perëndin tonë. T'i kthejmë këto gra dhe bijtë që kanë lindur prej tyre sipas këshillës së Perëndisë dhe të atyre që dridhen përpara urdhrit të Perëndisë tonë, dhe të veprohet sipas ligjit. Çohu, sepse kjo të përket ty. Ne do të jemi me ty. Merr guxim dhe vepro. Atëherë Ezdra u ngrit dhe i vuri të betohen krerët e priftrinjve, levitët dhe tërë Izraelin se do të vepronin ashtu siç ishte thënë. Dhe ata u betuan. Pastaj Ezdra u ngrit përpara shtëpisë së Perëndisë dhe shkoi në dhomën e Jehohananit, birit të Eliashibit. Sa që ndroi aty ai nuk hëngri bukë as pi ujë, sepse mbante zi për mëkatin e atyre që ishin kthyer nga robëria. Dhe u bë një shpallje në Judë dhe në Jeruzalem për të gjithë të kthyerit nga robëria me qëllim që të mblidheshin në Jeruzalem. Në rast se dikush nuk do të vinte brenda 3 ditëve sipas këshillës së krerëve dhe të pleqve, tërë pasuritë e tij do të konfiskoheshin dhe ai vetë do të përjashtohej nga asambleja e të kthyrve nga robëria. Kështu, gjithë burrat e Judës dhe të Benjaminit u mblodhën në Jeruzalem brenda 3 ditëve. Ishte dita e 20 e muajit të 9. Tërë populli zuri vend në sheshin e shtëpisë së Perëndisë, duke u dridhur nga shkaku i kësaj gjëje dhe nga shiu i fortë. Atëherë prifti Ezdra u ngrit dhe u tha atyre: Ju keni mëkatuar duke u martuar me gra të huaja dhe kështu e keni shtuar fajin e Izraelit. Por tani rrafehuni te Zoti, Perëndia i jetërve tuaj, dhe bëni vullnetin e tij duke u ndarë nga popujt e këtij vendi dhe nga gratë e huaja. Atëherë tërë asambleja u përgjigj dhe tha me zë të lartë: Po, duhet të bëjmë ashtu siç thua ti. Por populli është i madh në numër dhe është stina e shirave të mëdha. Nuk është pra i mundur qëndrimi jashtë. Nuk është me siguri puna e 1 ditë ose 2 ditëve, sepse jemi të shumtë që kemi mëkatuar në këtë çështje. Të mbeten këtu pra krerët tanë në vend të tërë asamblesë dhe të gjithë ata që në qytetet tona janë martuar me gra të huaja të vinë në kohë të caktuara, bashkë me pleqt dhe me gjyqtarët e çdo qyteti, derisa të largohet prej nesh zemërimi i zjarrit i Perëndisë tonë për shkak të kësaj gjëje. Vetëm Jonathani, biri i Asahelit, dhe Jazjahu, biri i Tikvahut, e kundërshtuan këtë propozim të përkrahur nga Meshulami dhe nga leviti Shabethai. Kështu të kthyrit nga robëria, vepruan siç ishte thënë dhe u zgjodhen prifti Ezdra dhe disa kryefamiljar sipas shtëpive të tyre patriarkale, të tërë të caktuar me emër. Ata filluan mbledhjet ditën e parë të muajit të 10 për të shqyrtuar rastet e ndryshme. Ditën e parë të muajit të parë përfunduan tërë rastet e burrave që ishin martuar me gra të huaja. Midis bijve të priftrinjve që ishin martuar me gra të huaja figuronin nga bijtë e Jeshuas, biri i Jocadakut, dhe midis vëllezërve të tij, Masejahu, Eliezeri, Jaribi dhe Gedaljahu. Ata u zotuan t'i ndanin gratë e tyre. Pastaj për shkak të fajit të tyre, secili paraqiti një dash për të shlyer mëkatin e tij. Nga bijtë e Imerit, Hanani dhe Zebadjahu, nga bijtë e Harimit, Masejahu, Elia, Shemajahu, Jehieli dhe Uzjahu. Nga bijtë e Pashurit, Elioenai, Masejahu, Ishmaeli, Nethaneeli, Jozabadi dhe Elasahu. Nga levitët, Jozabadi, Shimei, Kelajahu, do më thënë Kelita, Pethajahu, Juda dhe Eliezeri. Nga këngëtarët, Eliashibi, nga dertarët Shalumi,
Telemi dhe Uri, midis izraelitëve, bite Paroshit, Ramjahu, Izjahu, Malkjahu, Miamini, Eleazari, Malkjahu dhe Benajahu. Nga bite Elamit, Matanjahu, Zakaria, Jehieli, Abti, Jeremothi dhe Elia. Nga bite Zatuit, Elioenai, Eliashibi, Matanjahu, Jeremothi, Zabadi dhe Aziza. Nga bite Bebait, Jehohanani, Hananjahu, Zabai dhe Athlai. Nga bite Banit, Meshulami, Maluku, Adajahu, Jashubi, Shelali dhe Ramothi. Nga bite Pahath Moabit, Adnai, Kelali, Benajahu, Masejahu, Matanjahu, Becaleeli, Binui dhe Manasi. Nga bite Harimit, Eliezeri, Ishijahu, Malkijahu, Shemajahu, Simeoni. Benjamini, Maluku dhe Shemarjahu. Nga bite Hashumit, Matenai, Matatahu, Zabadi, Elifeleti, Jeremai, Manasi dhe Shimei. Nga bite Banit, Madai, Amrami, Ueli, Benajahu, Bedejahu, Keluhi, Vanjahu, Meremothi, Eliashibi, Matanjahu, Matenai, Jasai, Bani, Binui, Shimei, Shelemjahu, Nathani, Adajahu, Maknatbai, Shashai, Sharai, Azareli, Shelemjahu, Shemarjahu, Shalumi, Amarjahu dhe Jozefi. Nga bite Nebos, Jeieli, Matithijahu, Zabadi, Zebina, Jadai, Joeli dhe Benajahu. Tërë këta ishin martuar me gra të huaja dhe disa nga këta kishin pasur fëmijë nga këto gra. Veprat e apostujve, kapitulli 10. Por në Cezare ishte një far njeriu me emër Kornel, kryeqindës i kohortës që quhej Italik, i perëndishëm dhe që e druante Perëndin me gjithë shtëpinë e tij, i jepte shumë lëmosh popullit dhe vazhdimisht i lutej Perëndis. Ai pa qartë në vegim, aty rreth orës së 9 të ditës, një ëngjëll të Perëndis që hyri tek ai dhe i tha: Kornel. Dhe ai duke ia ngulur syt dhe shumë i trembur i tha: Ç'është Zot? Atëherë ëngjëlli i tha: Lutjet e tua dhe lëmoshat e tua u ngjiten si kujtim para Perëndis. Dhe tani dërgo burra në Jop dhe thirrë Simonin që e tharrasin Pjetër. Ai është buajtës pra një far Simoni, regjës lëkurësh, që e ka shtëpinë afër detit. Ai do të thotë çfarë duhet të bësh. Dhe si u largua ëngjëlli që i foli, Korneli thirri 2 nga shërbëtorët e tij dhe një ushtar të perëndishëm nga ata që i rrinin pranë gjithnjë, dhe u tregoi gjithçka dhe i dërgoi në Jop. Dhe të nesërmen, ndërsa ata po udhëtonin dhe po i afroheshin qytetit, Pietri u ngjit në tarrac, rreth orës së 6 për të lutur. Dhe e mori uria dhe donte të hante. Dhe ndërsa ata të shtëpisë po i përgatitnin ushqimin, ra në ekstaz. Dhe pa qiellin e hapur dhe një enë si një çarçaf të madh që po zbriste drejt tij. Ishte lidhur në të 4 cepat dhe zbritej në tokë, dhe brenda tij ishin të gjitha llojet e 4 këmbshave të tokës, dhe bishat dhe zvaranikët dhe shpendët e qiellit. Dhe i erdhi një zë. Ngrihu Pjetër, therr dhe ha. Por Pietri tha: Kurse si o Zot, sepse unë nuk kam ngrënë kurrë gjë të ndyrë ose të papastër. Dhe zëri i tha përsëri për të dytën herë: Gjërat që Perëndia i ka pastruar, ti mos i quaj të ndyra. Kjo u bë 3 herë, dhe ajo enë u ngrit sërish në qiell. Dhe ndërsa Pietri po vriste mendjen me veten e tij, ç'të ishte vallë vegimi që kishte parë, ja që njerëzit e dërguar nga Korneli, mbasi pyetën për shtëpinë e Simonit, u paraqiten te dera. Dhe thirrën e pyetën nëse Simoni, i mbiquajtur Pjetër, ishte bujtës aty. Ndërsa Pietri po mendohej për vegimin, fryma i tha: Ja, po të kërkojnë 3 burra. Ngrihu pra, zbrit e shko me ta pas një ngurim, sepse unë i kam dërguar. Dhe Pietri, si zbritit e njerëzit që ishin dërguar nga Korneli, u tha: Ja, unë jam ai që kërkoni. Cila është arsyeja për të cilën jeni këtu? Dhe ata i thanë: Kornel kryeqindësi, burri drejt dhe që e druan Perëndin, për të cilin gjithë kombi judenjve dëshmon,
u lajmërua në mënyrë hyjnore nga një ëngjëll i shenjtë të therras në shtëpinë e tij dhe të dëgjoj fjalë prej teje. Atëherë i ftoi të hynë dhe i përbujti. Pastaj të nesërmen, Pietri shkoi me ta dhe disa nga vëllezërit nga Jopa e shoqëruan. Dhe të nesërmen hynë në Cezare. Por Korneli po i priste dhe kishte mbledhur farefisin e tij dhe miqtë e tij të ngushtë. Kur hyri Pietri, Korneli i doli para, i ra ndër këmbë dhe e adhuroi. Por Pietri e ngriti duke thënë: "Ngrihu, edhe unë njeri jam." Dhe duke biseduar me të, hyri dhe gjeti mbledhur shumë njerëz. Dhe ai u tha atyre: "Ju e dini se nuk është e ligjshme që një jude të shoqërohet me një të huaj ose të hyjë në shtëpinë e tij. Por Perëndia më dëfteu që do mos e quaj asnjë njeri të ndyrë atë pa pastër. Prandaj, sapo më ftua të vi, erdha pa kundërshtuar. Tani po ju pyes, për çfarë arsye më keni dërguar ftesë?" Dhe Korneli tha: "Që prej ditësh agjëroja deri në këtë orë, dhe në orën e 9 po lutesha në shtëpinë time, dhe ja, para meje qëndroi një burr me rroba të shëndritshme dhe tha: Kornel, lutja jote tu dëgjua dhe lëmoshat e tua u kujtuan para Perëndisë. Dërgo pra ndonjë njeri në Jopë dhe thirrë Simonin të mbiquajtur Pjetër. Ai ndodhet në shtëpinë e Simonit, rregjës lëkurësh pranë detit, dhe kur të vi, ai do të flasë. Kështu dërgova mi një herë të therrasin dhe ti bëre mirë që erdhe. Tani, ne këtu jemi të gjithë në praninë të Perëndisë për të dëgjuar gjithçka që Perëndia të ka urdhëruar." Atëherë Pietri hapi gojën dhe tha: "Në të vërtetë po e marr vesh se Perëndia nuk tregohet i anshëm. Por në çfarëdo kombi, ai që ka frikë prej tij dhe që vepron drejtësisht, është i pranuar nga ai, sipas fjalës që ai u dërgoi bijve të Izraelit duke u shpallur paqen me anë të Jezu Krishtit. Ai është Zoti i të gjithëve. Ju e dini se çka ndodhur në mbar Juden duke filluar nga Galilea, pas pagëzimit që predikoi Gjoni. Se si Perëndia vajosi me frymën e shenjtë dhe me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me të. Dhe ne jemi dëshmitar për të gjitha ato që ai bëri në vendin e Judes dhe në Jeruzalem, të cilin ata e vranë duke e varur në dru. Atë Perëndia i ringjalli të tretën ditë dhe e bëri që ai tu dëftehet jo mbar popullit, por dëshmitarëve të parazgjedhur nga Perëndia, neve që hëngrëm dhe pim bashkë me të, mbasi ai u ngjall prej së vdekurish. Dhe na urdhëroi të predikojmë popullit dhe të dëshmojmë se ai është ai që Perëndia e ka caktuar gjykatës të gjallëve dhe të vdekurve. Por të dëshmojnë të gjithë profetët se me anë të emrit të tij merr faljen e mëkateve kushdo që beson në të." Ndërsa Pietri ende po i thoshte këto fjalë, fryma e shenjtë rambi të gjithë ata që po e dëgjonin fjalën. Dhe të gjithë besimtarët që ishin të rreth prerë, të cilët kishin ardhur me Pietrin, u mrekulluan që dhurata e frymës së shenjtë u derdh edhe mbi kombet, sepse i dëgjonin duke folur gjuhë të tjera dhe duke madhëruar Perëndin. Atëherë Pietri u përgjigj: "A mund ta ndaloj dikush ujin që do mos pagëzohen këta që morën frymën e shenjtë si edhe ne?" Dhe urdhëroi ata të pagëzoheshin në emër të Zotit. Atëherë ju luten të rrinte disa ditë.